i cili merret me kultivimin e fëllënzave, të cilat shërojnë lloj-lloj sëmundje. Kjo është shërben edhe për ushqim edhe për shërim, po ma shumë për shërim. Këtë që punojmë për kvalitet, për më konë sa ma shumë bio, tek fëmija, për apetit, për imunitet, për melqi, për pagjaksi, për rregullimin e gjakut, për zemër. Çmimi është 12 copa €1.85. Preferohet për kancer të trunit. Kancer të trunit. Po. Unë s'kam kohë me blu, unë e hap. Direkt të ngoj. Përshëndetje miqtë mi të mediumit shqiptar që kret nga ana Adeja. Sot kom marrë në rao vetë tek biothëllënza, siç po e shihni edhe vetë, ku do të bisedoj me Hamës Pista, i cili merret me kultivimin e fëllënzave, të cilat shërojnë lloj-lloj sëmundje, e ndërtosht edhe kanceri. Për më shumë detaje, na ndeshni. Ti ndëru ma një lodhë si jene? Mirë, faleminderit. Edhe pa u lodhë. Edhe pa u lodhë shme bëna? Po. Sa është e lodhshme kjo puna ju? Pa si them, nëse ki dashni për punë, atëherë nuk është e lodhshme, për ndryshë është e lodhshme. Është e lodhshme. Po. Këtu jemi tek biothëllënza. Po. Çka do të thotë? Do të thotë që këtë që punojmë për kvalitet, për më konë sa ma shumë bio, sa ma ushqimi natyral, të kemi cilësinë e vezës. Pasi kemi edhe në bio duhet. Bio do të s'ka me qenë bio. Që sa ko merrni me këtë punë? Do të thotë që 5 vjetë. Që 5 vite. Po. Sa gjithse janë, sa... Gjithsej kemi 1200 copa. 1200 200 copa. copa. Kemi në 4 pjesë. Si, tash është... Qështë e qumë këto? Së nëse që marrëve? Quhen fëllënzat japoneze. Fëllënzat japoneze. Ose shkurtesa. Ose shkurtesa. Po. Këtu dhe për flutureshën, apo? Po, flutureshën. Është tira apar që po i shohën e për vete. Po. Po na sa vezë që funksionon pa procese, sa vezë ditje bon, apo Tash qysh? bëjnë njën diti. Vetëm nga një ditje, se cila? Secila. Mos me bërë e njëra që ka ndorë? Lejmë për E nesër. lejmë për nesër, a? Nuk dëmtohet asgjë. Po mundona me po një vezë, a muj me kopë që to? Po. Që që shkëm? Po. Që kjo është kryesorja, a? Elementi kryesor. Po. Qka shërben kjo? Kjo është shërben edhe për ushqim edhe për shërim, po ma shumë për shërim. Ma shumë për shërim. Qka shëren kjo vezë? Kjo shëron shumë sende, do të thonë tek fëmija, për apetit, për imunitet, për melqi, për pagjaksi, për rregullimin e gjakut, për zemër, për shumë vetit i ka. Dhe me thonë, kjo ka shërusa. Po, shumë shërusa. 100%. Diku që kom lexuar në internet, diku rreth 16 lloje të sëmundjeve. 16 lloje të sëmundjeve. A ke pas rezultatet mira nga njerëzit? A vinë shpesh me i marë? Vinë. A ke pas rast që nuk i ka kry punë dhe ka ardhur me negativitet? Po, Pse? jo me negativitet, mirë po ka dikush që përdorin edhe për kancer, mirë po kur veç kanceri ka depërtu të faza e madhe, nuk mundet me ndihmu, për ndryshë po marrin rregullisht. Kanceri është një ndër sëmundjet më të rënda. Po. A janë një mangja? I ndihmon një farë mënyre, bile për kancer të trunit për marrin edhe vetë, edhe flonzat premi. Edhe flonzat, mishën e tyna? Preferohet. Edhe mishën e tyna. Po, bile mos harroj, ju tregoj edhe Okej. Na të regoj, a shatë vesh nga një vezë, që po qysh këmë procese? Jo, nga 5 vezë. 5 vezë. 5 vezë në barkun në satë në mëngjes, gjysore mos me kësumu. Që do tash të hoqë, që tash një apel. Po peruj për mëngjes me marrë një apel. A guzojsh me hogër tash? A hoqë shtë, a do të me thot? Po, me thash. Qëfar shi e ka? Provoje, theje. A po thunë, qish me ti? Me tregu si bëhet. Hajt, trega ma si bëhet. Që do me thënë kështu. Me gjithë që ka dhe gërshojnë special. Që edhe më provoj që ashtë. Ew. Hera apor është. Po, anë. Po besoj. Bile, kur i mbledhi, kur zatet e na janë të mzet, nuk e lë pa ha, si të lumbën e asi. Ju veti konsumoni? Mëti, a? Po, unë kur kom pas probleme me lëqi, preferun shmujtë me gjetë ilaç, pjetë Ta shru me lëqin? Po. E sa e shatë pas supa kësi vizit? 5 sopa në mëngjes. Sa shkën qmimi t'yna?
Çmimi është i arsyeshëm, nuk është çmim i madh, megjithëse na për me rregull pasi kemi ma shumë punë, ma shumë kujdesi, e ma pak ta bojnë kur janë shumë, duhet çmimi u kon pak më i lartë, mirë po. Për ata që janë të interesuar. Po. Duhen me ditë çmimin. A dën më na i tregu? Po, çmimi është 12 copë për 1,85 € në treg. Nuk ka dhe... Jo, diku pas me Këse? No? Një fëllën sa? Një fëllën shqitet, po mendojsh për me hongër, po, ata mishen, për me shëmarë. Po, për mishen shkon 3 € copa, 150 gram. 3 € shkon copa. Po mendoj që javlen me qenë se po shëroj ka sëmundja. Po. Bile kemi një restoran special që i na merr rregullisht. Rregullisht. Pak janë asi, po ata e marrin rregullisht. E ti personalisht sa e ke pajrin punës? Me qenë se shqyret edhe ajo në e finon sa... Unë kom provu të lifar punë, po e kësajnë e kom paharin, për posë kësaj punë punoj edhe tjetër punë, punoj si taksi pak qojnë smutën për Macedoni, Shqipëri edhe Serbi. Mirë po kjo është puna që e kom edhe si hobi. është pak e lodhshme, posa qërisht për sasit madhe, bile si vjetë jem detyru dhe kooperant me pas, se s'ku mujtë me furnizu tregën. Kemi kërkus se kemi arrit një emën të mirë. Dhe me thonë, veze e onë është përgjësi më e imët pi vezëve tjera që kolegë dhe majnë në për kafesa, mirë po është dyfisht më kvalitet. Këtu tash kemi ardhë ku kemi na demonstru se qysh kemi hongër një po, ajo është problem i vogël, edhe me i tërgu. Edhe me na tërgu këtu po shuhem, atë të marrën e qëta, të këthim ka kamera, është paketimi. Po, që është adekuat. Sa i ka krejti një? 20. 20 i ka. Pas ke ta më në fix. Po. Kemi edhe 12 dhe 20. A pas ke edhe matë vogla. Kemi edhe të 30 që mirë, po ato nuk i qesim trek, sepse është njëna për mi qeter, pa mbrojtën thejet edhe posë qërisht veres, ka problem. Kitë kompletin tha që 1 euro e sa është qmime? Kjo është 1,85. 1,85. Po, kjo është diku 3 euro. 3 euro. A me ndenë që është e mjaftueshme, nëse ta shërën një sëmundje, kish kushtu shumë terapia, apo te shërën me 3 euro? Shumë simbolik, do me thonë, është qmimi i lirë, është sa ka i vlerën e vetë. Me rrita, me ndonë. Edhe pse kemi shumë punë, po tregu jonë, popullu jonë nuk ka shumë, se kjo duhet me qenë diku 5 euro, për me po nakë knaqën. Po, edhe kështu nuk është keqë. Këto kemi, a ma afrën pak, është mishi. Kjo është mishi i fillonzëve. Për çfarë sëmundje e marrin ma shumë këtë mesh? Po, këto e marrin edhe për qefi, për hajnë si specialitet, dhe më thonë, si që kjo është një restoran që për mi merë regullisht, po edhe preferohet për kancer të trunit. Kancer të trunit? Po. Preferohet mishi i po, privat vinë dikush me ble, me porosine besoj qojmë edhe në për shpia. Kjo sa? Sa është e kushtueshme? Kjo është diku 3 copa 9 euro del. 9 euro del. Po. Diku gjys kilogrami. është pak e shtrejt, po ka punë pastrimi, ka këta janë zakonisht pej flanzave mashku që në dalin 50%, janë treje, janë shumë kvalitet, edhe gjithmonë kemi taze, nuk kemi majnë kodë gatë. Ta është punët e demonstrimi? Punë e demonstrimi, do me thonë kjo levora, levoshga që ti them, ajo është e pasur me magneziume, ashtu që në tjera shtete, kur e përdorin të verdhen e asajnja, këto e blujnë edhe japin fëmijëve. E blujnë? Po, e blujnë këtë levorën, mirë po, unë s'kam kohë me blujnë, unë e hapë. E direkt të hëngoj. Ka fa shia jo, a? Shia nuk ka e keqe, mirë po, gjdo kushtu në banë. E ti këto si sheqerave që shtëpi hanë? Sa në ditje i hanë? Jo, nuk i ha shumë, ma shumë i pi. Ma shumë i pi, ka sa në ditje i pen? Ka 5, më mëngjes 5 mramje, kur e gjëjt ato në dzete. Ato në dzete. Edhe ty të bënë mundi, a përdër një ilatë që kur se mundire, kështë, apo... Gati kur, bile para një 5 muje, patë pak probleme me gazra diçka, kur gjës mujtë me asi. Po, u ktheva pet mirë jo. Nuk kam problem. Kundra viteve me këta jam... Kera ta man... Terezi. Në Terezi. Ndërëm të falendroj shumë që të komendove neve, me nda punën tone. Falendroj të juve që keni pas kohë për neve. Gjithashtu është kratësi dhe për neve. Falendroj.